Po ta keshim ne, si LDK, rezultatin e lëvizjes vetëvendosje dhe mandatet e lëvizjes vetëvendosje, ne do t'i jepnim zgjidhje vendit në 2 rastet. E dojnë Kosovën edhe ndoshta edhe më shumë se ne që jemi këtu se kanë mall të madh për Kosovën. Por njohurit për politikën ditore të Kosovës nuk mund t'i kenë si që kanë banorët edhe ata që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Dhe unë gjithashtu jam shumë i bindur që zgjedhjet e 7 qershorit do të krijojnë një rezultat tripolitik, e rezultati i ri politik do të krijojë një konstelacion tripolitik. Kur partitë politike kanë rezultate tjera prej zgjedhjeve të fundit, kjo nuk kupton që edhe qasja duhet të jetë tjetër, ju lutem. Qasja duhet të jetë konform rezultatit politik. E unë jam i bindur që rezultati politik do të jetë tjetër prej 28 dhjetorit. Do të jetë shumë më real me rrethonat e Kosovës. Shqiptoni, rezultati i 28 dhjetorit ishte rezultat artificial. U zgjodh data e zgjedhjeve me qëllim të caktuar. Kishte një votim jo normal, jo të rrethonave normale, edhe një ardhje shumë e madhe e diasporës për zgjedhjet e 28 dhjetorit, dhe kjo pastaj i dha një tjetër fryme dhe rezultat zgjedhjeve. Me 7 qershor nuk e di. Në vetvete albanës, ata janë megjithatë qytetarë të kësaj republike. Po, e vërtet. Edhe për tek asaj ajo datë u zgjodh nga presidenti Osmani që sot është me juve. E vërtet është krejt kjo, por dallon një rrethon edhe një kuptim rreth aktualiteteve politike. Ne kemi një respekt jashtëzakonshëm për diasporën e vendit tonë. Unë këto ditë u ktheva nga vizita në Mërgatën tonë edhe nga vizita me strukturat tona në Mërgatë. Ata e kanë një dashni e një përkushtim të jashtëzakonshëm për vendin. E mbështesin vendin pas një kusht, në çdo formë, prej mbështetjes financiare e deri tek mbështetje tjera të çdo forme. E dojnë Kosovën edhe ndoshta edhe më shumë se ne që jemi këtu se kanë mall të madh për Kosovën. Por njohurit për politikën ditore të Kosovës nuk mund t'i kenë si që kanë banorët edhe ata që jetojnë çdo ditë në Kosovë. Dhe kjo është krejtësisht normale, sepse jetojnë në vende tjera dhe janë të preokupuar me punët e tyre e me zhvillimin e jetës në vendet ku jetojnë. Andaj respekt i jashtëzakonshëm për krejt mbështetjen që e japin edhe për votat që i sjellin në Kosovë. Kësaj radhe konsideroj që konstelacioni politik do të jetë krejtësisht tjetër. A do të jetë i mjaftueshëm për me kriju një momentum për zgjidhje të ngërshit dhe situatës së krizës? Shohim varet shumë prej rezultatit. Ju prisni që natyrisht edhe sipas detyrës zyrtare dhe rolit që përfaqësoni me pas rritje apo ngritje në rezultat, e kjo i bën që do të me pas rënje lëvizja vetëvendosje, se nuk ka ndonjë kalkulim tjetër dhe brenda këtij kalkulimi do të me pas sa lëvizin parametrat për me umbritën një çështje ose me mritën një situatë që kish me kriju një zgjidhje të krizës. Bashkimi që po ndodh rreth LDK-s neve po na jep një momentum shumë të rëndësishëm. Shqiqoni, vitin 2021, nga LDK në vetëvendosje kanë shkuar rreth 100.000 vota. Prej atyre 100.000 votave në shkurtin e vitit 2025, neve na u kthye ndiku rreth 50.000 votues, të cilët e pan një shpresë tek LDK. Ne besojmë që tani me 7 qershor do të na kthehet një numër i madh i votuesve që janë votues të LDK-s, që gjithmonë kanë votuar për LDK-n, e që në një moment caktuar e kanë ndryshuar votën, e që tash
do të kthehen prap tek familja e tyre politike, e sidomos me këtë momentumin e ri rreth një bashkimit madh rreth LDK-s, ku edhe kandidatura për presidente e presidentes Vjosa Osmani, por edhe ky kandidim me binom kandidat për presidente dhe kandidat për kryeministër është duke na kriju një momentum shumë të favorshëm. Që Alban po duket që nuk e di sa është i përhapur ky lloj perceptimi që në këto zgjedhje nuk duhet politikanë dhe aktorët që janë brenda partive politike, në rastin e Zonja Osmani dhe Zoti Abligjiku, me vendos veten dhe për pozitat që ata pretendojnë me i pas zgjedhjeve, me vendos veten para një situate që duhet me kriju një momentum për me dalë për krizës. Do të thonë, rendi gjërave ndoshta ishte që e para me fol për çështjet, mandej me tregu se cilat pozita do t'i kenë antarët e juaj ose përfaqësuesit e liderët e juaj pas zgjedhjeve të 7 qershorit. Apo ndoshta ju menoni që përmes këtyne pozitave zgjedhet edhe çështja? Ne pretendimeve për me qenë se po shkojmë zgjedhje për shkak që nuk e zgjodhëm presidentin, dhe çështja e presidentit është çështja kyçe e pas këtyre zgjedhjeve të 7 qershorit, atëherë ne po i ofrojmë popullit të Kosovës, qytetarëve, po i ofrojmë kandidatën tonë për presidente. Qysh tash? Le ta dinë qytetarët e Kosovës kush është kandidatura e LDK-s për presidentet vendit. Edhe gjithashtu kush është kandidatura e LDK-s për kryeministër të vendit. Dhe le të na japin besimin për këtë platformë politike, për këto figura politike, dhe me atë besim ne pastaj i krijojmë institucionet. Ne shpesh e kemi thonë, unë e thësha edhe pas zgjedhjeve të shkurtit 2025. Po ta keshim ne, si LDK, rezultatin e lëvizjes vetëvendosje dhe mandatet e lëvizjes vetëvendosje, ne do t'i jepnim zgjidhje vendit në 2 rastet. Edhe në shkurtin, edhe në shkurt edhe në 20. Absolutisht. Po ta kishte LDK fuqi politike. Alban, ekziston prapë një lloj gjykimi që natyrisht shtyhet pe lëvizjet vendosje që do thënë po, edhe na jemi të bindur që ata kishin bërë zgjidhjen sepse ata operojnë përmes metodave të vjetra të pazareve dhe absolutisht jo. E kanë dëshmuar. Përmes kompromisit, ju lutem. Shqiqoni, presidenti Rugova ka qenë fitues i madh i zgjedhjeve në vazhdimsi, por gjithmonë ka bërë kompromis. Presidenti Rugova me një rezultat të jashtëzakonshëm zgjedhor i ka dhënë kryeministrin AK-s dhe zotit Ramosh Haradinaj. Në rastin tjetër PDK-s së zotit Rezjepi. E pastaj edhe në raste tjera. Gjithmonë kemi tregu vullnet për kompromis. Nuk shkon rregullat tona, procesi politik në Kosovë. Kushtetuta jonë kërkon kompromis për t'i themelu institucionet e vendit. Me kryenësi, edhe me qëllime për t'i marrë krejt institucionet e vendit, jemi në blokad politike edhe në ngërç politik, sikurse që jemi tash. Pra ajo që është kërku prej fituesit zgjedhjeve, ka qenë vetëm një qasje serioze, pozitive, edhe me idenë e kompromisit. Me qenë se kjo qasje nuk ekzistonte, pra kishte një paaftësi totale për të ofru kompromis, po e quaj paaftësi, ne jemi sot në pragun e zgjedhjeve. Alban, me që jemi ka minutat e fundit edhe na eci koha shumë shpejt, përveç nivelit nacionale dhe zgjedhjeve elektorale, do të thonë zgjedhjeve nacionale, edhe procesit elektoral që po futemi tash, po ndodhin edhe procese tjera në nivele lokale, ju keni qenë në kryetari i komunës së Prishtinës, me zotin Përparim Rama në mandatin e parë, dhe po ndodhin, si më thonë, tensione, fërkime, lojna politike në përgjithësi, së fundmi në një koalicion Përparim Ramës me PDK-n,
dhe një lloj distancimi ju që thatë që nuk ka marrëveshje ndërpartijake. E para lidhun me mandatin e kalum dhe rolin e juaj si nënkryetar. Gjithherë ka ekzistu një lloj arsyetimi që po na bllokon niveli qendror, do thonë për ato 4 vitet e kalume, ndërsa tash në koalicionin e ri duket që gjërat që ndodhin në komunën e Prishtinës ta japin një ndjesi që prap këtu ka me vazhdu një avaz që nuk është në, si më thonë, interesat qytetarëve, që bëhen disa marrëveshje për pozita e kështu me radhë, ama kjo në vetvete, nëse kishin ndodhur nëse kishin ndodhur këtë lloj tensione e fërkime, ndoshta ishin te kalu, po kjo ndodh në një situatë makro që ti duke u përballë me një fuqi të madhe që është lëvizja vetëvendosje. Do të thonë, cili është shpjegimi yt në këtë kontekst. Unë kur e thash më herët që zgjedhjet e shpeshta e destabilizojnë vendin në shumë aspekte, një prej aspekteve të destabilizimit të vendit është edhe qeverisja lokale. Zgjedhjet e ndikojnë shumë qeverisjen lokale, sepse e destabilizojnë. Shumë prej akterëve në qeverisje lokale përfshihen në kampanja zgjedhore, përfshihen në zgjedhjen përgjithësi dhe kjo pastaj i lën anash prej zhvillimit projekteve. Me do e mos, nuk mundet me funksionu qeverisja lokale si oaz, edhe me injoru që në qendër po ndodhin zgjedhje dhe ka probleme dhe ngërçe politike. Dhe kësaj edhe prej zgjedhjeve të fundit lokale, e deri tash në pothuajse mesin e vitit 2026, kishte problemet shumëta të krijimit të marrëveshjeve politike dhe të koalicioneve, sepse ishin shumë të lidhura e të ndërlidhura me proceset qendrore edhe proceset e politikës qendrore. Kjo e përsjellë edhe Prishtinën. Shqipëria nuk kishte një marrëveshje politike prej përfundimit të zgjedhjeve që ishte fundi nëntorit e deri tash në pothuajse qershor. Ajo çka ne kemi dëshiru me e komuniku për publikun edhe për qytetarin e Prishtinës e të Kosovës është që LDK nuk ka marrë pjesë në marrëveshje politike në Prishtinë. Zakonisht marrëveshjet politike i bëjnë partitë politike. Në mandatin e parë atëherë, LDK ka qenë shumë më e përfshirë në marrëveshjen politike, se sa tash në mandatin e dytë të përparimit me LDK normalisht, sepse shoqënia fitore e Prishtinës është fitore e LDK-s. LDK është partia e parë politike në zgjedhjet lokale, me 15 mandate, përderisa PDK dhe vetëvendosje kanë nga 12 mandate. Pra ne kemi dalë parti fituese e zgjedhjeve edhe me mandate në asamblenë komunale.